Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është rikthyer në fushatën elektorale me një ndalesë në shtetin kyç të Pensilvanisë, një nga zonat më të rëndësishme për betejat politike në SBA. Gjatë një takimi në një fabrik montimi kamionësh, Trump u përqendrua te ekonomia dhe industria amerikane, duke lënë përkohësisht në plan të dytë çështjet e politikës së jashtme. Ai akuzoi administratat e mëparshme për humbjen e vendeve të punës në sektorin industrial dhe tha se politikat e tij kanë ndihmuar në mbrojtjen e punëtorëve amerikanë dhe rikthimin e prodhimit në vend. Pensilvania konsiderohet pjesë e ashtu quajturit Rust Belt, rajoni industrial që ka pësuar humbje të mëdha të vendeve të punës gjatë dekadave të fundit dhe që mbetet një bazë e rëndësishme elektorale për Trumpin. Megjithatë, mesazhi ekonomik i presidentit përballet me sfida. Lufta disa mujore me Iranin ka ndikuar në rritjen e çmimeve për konsumatorët amerikanë, ndërsa të dhënat ekonomike tregojnë se që nga rikthimi i Trump në shtëpinë e bardhë në janar 2025, janë humbur 10 mijëra vende pune në sektorin e prodhimit, përfshirë industrinë e automobilëve. Statistikat tregojnë gjithashtu se prodhimi i kamionëve dhe mjeteve të rënda ka rënë në nivelin më të ulët të më shumë se 4 viteve. Pavarësisht këtyre vështirësive, Trump po përpiqet i kthejë zgjedhjet e nëntorit në një referendum mbi drejtimin e vendit dhe politikat e tij ekonomike. Ndërsa republikanët synojnë të ruajnë kontrollin e Kongresit, vizita në Pensilvani shënon fillimin e një fushate intensive, ku ekonomia, vendet e punës dhe industria amerikane pritet të jenë temat kryesore të debatit politik në muajt e ardhshëm.